Është përkujtuar në Shkodër 13 dhjetori i vitit 1990, demonstrata kundër regjimit komunist ku rrëzua dhe busti i diktatorit që ndodhen në qendër të qytetit. Tek memoriali kanë bërë homazhe dhe kanë vendosur kurora me lule ish pjesëmarrës në demonstratën e para 35 viteve, drejtues të shoqatës dhe demokrat. Për ishte për ndjekurit dhe kryesinë e shoqatës dhjetor 1990, është e pafalshme që ende sot jetët e komunizmit vijojnë të jenë prezent. Sot buan 35 vite, shumë prej pjesëmarrësve nuk jetojnë më dhe ju çojmë një dritë paqen dhe ramet paqen ato që nuk nollen sot midis nesh. Qytetarët e Shkodrës së bashku me rinin atë ditë 35 vite më parë shkuan në para bustit dhe me vendosmëri dhe me çdo mjet arriten për me zhgull nga Shkodra. Shpresojmë që asnjëherë, edhe pse po ka tentativa, simbolet e asaj diktature, simbolet e të keqes shqiptarëve mos kthehen më. Kjo është një ditë e shënuar në fakt dhe Shkodra nuk i ka të pakta këto ditë për kujtimore. Është një dëshmi e forcës së rinisë shkodrane, e familjeve shkodrane, e prindve shkodran, e intelektualëve shkodran, të cilët të shumt erdhën këtu në shesh dhe me një akt të guximshëm dëshmuan edhe një herë që janë antikomunist dhe janë anti atyre të cilët për 50 vite e rënuan komplet sistemin në këtë vend. Për ngjarjen u ndaluan 78 persona, prej të cilëve 42 u arrestuan. 13 dhjetori cilësohet si një ndër lëvizjet e para antikomuniste në Shqipëri.